Ceremonia e diplomimit për maturantët e shkollës jo publike nënshkruesi pavarësisë në Bisefa u organizua në ambientet e shkollës. Pas 12 vite shkollim bashkë me prindrit dhe mësuesit që kanë përjetuar me ta ngarkesën e këtyre viteve, maturantët ndjehen krenar që e mbyllën me sukses këtë etapë. Në këtë rrugëtim 3 vjeçar i kam parë të rriten që nga dita kur erdhën deri më sot. Janë 3 vite, janë shumë dhe pak. Janë 3 vite ku secili me karakteri dhe identitetin e tij formoi të plotën. Pra, secili prej tyre ishte një pjesë e vogël e një mozaiku që sot shpaloset i plot, drejt së ardhmes. Ashtu siç janë, të ndryshëm nga njëri tjetri, por njëkohësisht edhe të ngjashëm. Maturantët shprehën mirënjohjen për kohën që kaluan në ambientet e shkollës jo publike nënshkruesi pavarësisë në Bisefa dhe për mësuesit e tyre që i kanë mbështetur me dije dhe këshilla. Tani maturantët presin me emocion rezultatet e provimeve të maturës dhe më pas rrugëtimin drejt universiteteve. Në shkollën tonë ka një traditë të shkëlqyer, ku një pjesë e mirë e nxënësve ndër vite, sot ata janë në fusha të ndryshme mjaft të suksesshëm, si në fushën e mjekësisë, të ekonomisë, të inxhinierisë, IT-së e kështu me radhë. Dhe jam besim plot që dhe nxënësit e maturës 2025 të traditë të shkëlqyer do ta vazhdojnë.